Këtu është horoskopi i hënë 21 prill 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Më në fund mund të thoni atë që mendoni për një person. Në dashuri do të jeni të disponueshëm, do të demonstroni se çfarë ndjeni realisht, edhe për ata që kanë mbetur vetëm, kjo është një periudhë takimesh. Demi. Ju rrezikoni të vendosni veten dhe marrëdhënien tuaj me të tjerët në krizë. Në dashuri disa dyshime se si të procedoni disa çështje. Binjaket. Ka tensione për të zbutur dhe është e mundur për ta bërë atë, negociata të vazhdueshme që mund të kenë të bëjnë me dashurinë, këtë herë ju komandoni dhe vendosni. Forma fizike është e nënshtruar dhe ju absolutisht nuk ndiheni sikur grindeni. Ka të ngjarë që do të duhet të bëni disa zgjedhje të rëndësishme brenda pak ditësh. Gaforja. Në këtë ditë ka një ngarkesë të madhe të energjisë, ideve dhe lajmeve të mira. Ata që kanë qenë në një çift për ca kohë do të kenë konfirmim të mëtejshëm të ndjenjave të tyre. Më mirë të shmangni qëndrimet pesimiste. Luani. Me dy fjalë dhe lëvizje të rrezikshme mund të zgjidhësh një problem në dashuri. Mos u friksoni nga lajmet, përkundrazi favorizoni ato. Kështu që ju mund të përballeni dhe të planifikoni një mënyrë jetese të re. Virgjeresha. Ata me një histori të mirë mendojnë për të jetuar së bashku ose për t'u martuar. Është një kohë më e mirë dhe të gjitha fitoret i atribuohen vetëm vullnetit tuaj të mirë. Peshorja. Dita e sotme duket e lodhshme. Kjo ditë është paksa e ngadalësuar, diskutime të vogla apo polemika. Akrepi. Mos e lini tensionin me partnerin tuaj. Është një periudhë shpenzimesh të mëdha, veçanërisht për ata me fëmijë. Shigjetari. Një ndjenjë është sërish protagoniste dhe brenda pak ditësh do të rikuperoni edhe një ngarkesë të mirë energjie. Shmangni grindjet ose përplasjet me njerëzit e bricjapit ose demit, tani ju jeni në krye. Bricjapi. Shpenzimet e qiras ose pushimeve, faza e rimëkëmbjes për sa i përket ndjenjave është afër. Është e vështirë të kuptosh se çfarë po kalon nëpër kokën tënde, të duhet pak qetësi për të reflektuar mirë në zgjedhjet që duhet të bësh në të ardhmen. Ujori. Jeni të lodhur sepse jeni në presion për shkak të shpenzimeve apo ngjarjeve shumë të rëndë familjare, takime me noter ose avokat, kontrata të rishikohen. Peshqit. Në dashuri jeni të zhytur në mendime, shumë shqetësime të pazgjidhura. Gjeni një ekuilibër sonte për të shmangur argumentet. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.